së kaluarës, prokuror të caktuar në SPAK, keq përdorin gazetar, dhe unë mund t'ja u faktoj dhe me fakte dhe deklaratat e tyre, prej të paktën 2 vitesh, mjafton t'i referojmë rastit për shembull me që është zonja Lana, e cila në prill të vitit të kaluar paralajmëronte arrestimin brenda prillit të zotit Meta. Te i kaloj e blusht këtë na thuaj në një gjë të hajrit, lëri këto denglat me mua, hajde. Lëri këto denglat, lutem, vazhdo se të një herët lëri denglat me mua, kalo te faza tjetër. Mbroj Ilir Metën, mos më bëj gjyq publik mua. Se më njeh shumë mirë profesionalizmin tim dhe ty nuk të falet. Te i kaloj e 8 se nuk të falet, hajde. Kemi punuar 15 vjet në një gazetë bashkë dhe më njeh shumë mirë. Te i kaloj e vazhdo planin. Vazhdo çoja deri në fund shefit tënd politik ato që ke për të thënë. Këtë pjesën time te i kaloje. Jam shumë serioze në këtë. Zonja Lala. Zotri, të lutem, me që po ndrejtohet zonja Lala, po të them, Tedi Blushi te i kaloje dhe bëj pjesën tënde politike që takon. Gjykimin publik nuk ma bëri ju. Vazhdo të lutem, se nuk më tregon mua se si bëj gazetari. Të paktën ti jo. Vazhdo, te i kalo pjesën tjetër, hajde. Vazhdo pra, te pjesa, te hapi dytë. Te hapi dytë, Tedi, te hapi dytë. Te hapi dytë, vazhdo te pjesa tjetër. Qoj deri në fund, këshillat politike jo mos të lut fare. Këshillat politike të Ilir Metës, qoj deri në fund. Gjyq publik nuk më bëni ju Tedi Blushi se të njoh mirë. Kalo te faza tjetër. Dhe sa për profesionalizëm nuk e gojt flasësh, minimalisht duhet u lësh kokën përballë meje, dakord? E di shumë mirë. Ti e di shumë mirë. Mos kalojmë te ky moment. Ju lutem, regjiem. Vazhdo faktet çka ke për të thënë, çfarë kanë dhënë urdhër me Blushi. Zonja Lala. Vazhdo Tedi, thuaj çfarë kanë thënë urdhër të thuash. Të tjerat lëri se nuk të ecin me mua. Ai është njeriu i nënsishmi i partisë. Po nuk i ecin me mua, nuk i ecin me mua. Po pra po, nuk i ecin, vazhdo. Blushi, ta mbyllim këtu këtë moment. Vazhdo këtë pjesën se nuk ka debatin me Klodin nuk është. Ma bën dot gjyqi. Nuk sjell ndonjë rezultat. Zoti Rakipi, ju lutem, të paktën më respektoni me që jam larg. Edhe unë e dëgjova me shumë vëmendje zonjën Lala. Se vetmi që po thuat pa vërteta jeni ju. Jo, të lutem. Po të flasim. Le të mbaroj, hajde. Tani, zonja Lala, kur të mbaroni më jepni të drejtë për të folur. Le të thot. Të jeni zonë, nuk jep të drejtën, as të jeni arrogante, as të përdorni një fjalon banal. Nuk ka asgjë banale në ato çfarë thash. Sa për profesionalizmin tim e di shumë mirë. Jo, të lutem. Që vazhdo bëj detyrë politike. Vazhdo, Blushi, vazhdo. Të mos kemi një përpjekje për të ndërtuar një debat mes Lalës dhe teje. Të bëjmë një përpjekje për të thënë çka ka ndodhur sot dhe çfarë do të jetë qëndrimi juaj. Po. Qëndrimi ynë është i qartë dhe në funksion të këtij qëndrimi unë po prinja diçka të qartë, një rast shumë skandalos të keq përdorimit të gazetarëve nga burime gjoja të pavarura, sepse zonja Lala me të drejtë përmendi shefin tim politik. Atë e di e gjithë Shqipëria, zonja Lala do të tregoj në fakt nga kush i merr kush është shefi i saj në fije politik, që e urdhëron të thotë të pavërteta dhe e tha avokati zotit Meta mor zotri. Po nuk do të dëgjosh se nuk e interes. Mos duket, mos duket, o Blush, nuk e interes të dëgjosh. Klodi, lutem. Nuk është qëllimi i këtij emisioni, nuk është qëllimi. Avokati zotit Meta i pranoi faktin. Nuk është qëllimi i emisionit që ne diskutojmë tani. Po kaloje se s'kemi armë po debat bashkë, se Ilir Meta nuk e ka debatin me mua. E ka betejën me spakun dhe me drejtsinë, zotri. Dakor? E ka debatin me spakun dhe me drejtsinë. Sa për profesionalizëm. Zoti Blushi është shtyrë qëndrimi i Ilir Metës. Këtë po përpiqem të pra këtë të sqaroj se ky është një problem shumë i rëndësishëm. Pse? Gjithë to kohë ndaluar dhe shtyrë më tej. Jo, më fal. Ju kërkoj unë si gazetar me eksperiencë që çdo gazetar që ngre një pretendim apo një burim të paraqisë edhe një fakt, sepse është e thjeshtë që çdo kush në kutën tuaj më thot filan burim më ka thënë kështu dhe ndërkohë nuk bën asgjë tjetër veç se keq përdor emisionin tuaj të nderuar për të dhënë informacione të pavërteta. Nuk deklaratat e zonjës Lala nga prokuroria janë të pavërteta dhe unë sfidoj të tregoj dokumentat e prokurorisë me rast të Blushi. Se ja ka dhënë me kasetë të regjistruar. Ato çfarë tha zotin Takani i kemi shpërndar edhe ne zyrtarisht, po ato janë të vërteta. Unë këmbur dhe e përsëris dhe e sfidoj edhe zonjën Lala në rast se më tregon një provë, një fakt penal. Nuk jam organ akuze, zoti Blushi, nuk jam organ akuze, kuptoj e qartë, se ky është problemi jot. Nuk do ta kuptosh, se ke kuptu kur s'ke për ta kuptu.
Nuk ke për ta kuptu. Ne njihemi mirë, nuk ke për ta kuptu, Blush. Nuk të ecin intrigat me mua, vazhdo planin. Ec, te i kalo. Sepse këto historit, prallat e tua nuk ja tregon dot publikut, nuk i shet dot me mua, nuk t'i ble njëri. Vazhdo, mbaj qëndrimin tënd dhe vazhdo jetën. Shumë e thjeshtë është. Të pavërtetat lërt me gjykoj publiku, nuk me gjykoni dot ju. Të pavërtetat të gjykon publiku. Dakord, është audio-video seanca. Të sfidoj, nxirre audion. Të sfidoj, nxirre, se je pala aty, nxirre ta dëgjoj publikun, të sfidoj publikisht, publikisht të sfidoj, se nuk ngrita akuzë, raportova në mënyrë profesionale, të sfidoj. Unë e pranoj... Po s'ke qa do pranosh ti, thuaj qa ke përthën se ta kanë thënë gati dhe mbaro, hajde. Unë nuk pranoj sepse unë nuk marrë urdhra nga... Baro, Blush, baro, se ti ke shef politik, jo. Le ta thot, qa doj. Ne kemi thiru që a i tot qa do. Qa doj, po ta thot me kam e drejtësi. Pastaj ti i tuaj në fund pra, në fund ti tuaj, Blush, lutem kjo. Është nivel shumë i ullët për të marrë, hajde, kalojmë se nuk javle. Iritimi i Klodit është fakti iritimi Altinit. Edhe kjo është e qartë, po unë nuk kam asin debat me Klodit. O Blush, e kam iritimin me ty personal, Blush. O Blush, e kam me ty personal. Se të njo mirë, Blush. Thuaja dikuj tjetër të njo mirë. Kaloje, të lutem, mos e bëjmë personale, kalo. Kalo, Blush, mos të jetëro me pol, kalo. Kalo, Blush, lutem. Lutem, po mos e këtim personale, vazhdo. Më falë. Duhet ta dish që Tedi Blushi nuk ka skenuar asnjë akt kriminal në emër të familjes vet për të përfituar argëzi politik në Angli. Dhe ky është fakt. Vazhdo më tej. Zoti Rakipi, kush ishte pyetja? Kjo ishte e tepërt kjo tash. Qa është kjo më? O Blush, s'ka... Ishte e tepërt. Janë akuza kështu qeshe rake? Po është turp, më duhet vit turp prej vetes. Njerit punon këtu... Duhet vit turp, po Blush. Me zi me rogën e vetë, do të marrë rogën e vetë. Po jo më s'kam që të mbroj tani unë të O Blush, po nuk ka kuptim. O Blush. A i ka qenë gazetarë vetë. është turp, o Blush, se ke qenë gazetar, o Blush. Dakord? është turp. Unë jam këtu, Blush, jam të bërë debat me ty. Jam këtu, më shifë në sy. Jam duke bërë debat me ty. Dhe mos më tërgo mua azilin. Dakord? Vazhdo, Blush, vazhdo. Mos më bëj të flasë, vazhdo. Dakord? Klodi, unë të sfidoj të flasë çfarë të duash. Blush, meru me çështjen. Nuk më bën dot gjykim dhe lëri prallat me mbret se është turp kjo që the. Ki kurajon dhe kërko falje politike se jam këtu përballë teje. Dakord? Jam këtu përballë teje. Kërko falje, Blush, moralisht. Moralisht, Blush, kërko falje. Jo, jemi kërko falje. Tani që të mos degradoj biseda, unë them ta stopojmë në këtë moment. Jo, duhet kërkoj falje për ato që tha zoti Rakipi, se jam këtu unë. Blush, unë besoj që edhe prove. Dhe duke që ju kishit një gjë, pa e lidhur me njënë, sot me duke që ju kishit një gjë. Unë s'kam asgjë, thjesht përmenda disa fakte. Po jo se ajo përmendi avokatin dhe çfarë thot Spaku. Kjo gazetare merr burim, kjo sjelli burimet. Njeri ishte burim avokati juaj. Ajo e fundit po prapë. Hodhi pra hodhi. Po e tregja, se është qesharake. Leta thot pra. Qesharake, tregja atës. është leta thot. Unë fola për të ditë. Se kanë qenë fëmijët e mi Blush, o Blush. O Blush, kanë qenë fëmijët e mi. Po leta, si ju lutem. S'ke tur. Zoti Rakipi. Mos, ju lutem, se po agravon biseda. Klodi përshkroi çfarë ndodhi sot. Dhe qishin burimet. Mos në ko fare Rakipi se kam raportuar në mënyrë profesionale dhe jo Blushi, po zoti zbres në tokë nuk kivet asnjëherë. Për atë të fundit të kërkojnë ndjesë. Në tokë. Për atë të fundit duhet ta dëgjoj me zë dhe me figurë të kërkoj falje. Po, fare Klodit. Ose ndryshe do shkoj në gjyq me mua Tedi Blushi. Dakord, kemi ndarë një tavolinë pune dhe nuk dua të flas dhe kaq. Ajo që bëri është shumë e rëndë për familjen time. Për pjesën tjetër, sa për raportimin, mund të ta jap të cituar nga zoti Cakrani, meqense vriti në dyshim, jo të lutem, nga zoti Cakrani e cituar në dokumentin zyrtar, jo të lutem, jo mos u bind fare të bindet publiku. Atëherë ky është parashtrimi i bërë nga avokati zotit Meta.
Dakord? Atë lezove. Dakord. Është i edhe burimi tjetër. Me thirr dhe me vull. Ti me këtë punë merresh. Dhe Zoti Caknani, të lutem, bushat më lër të sqaroj këtë moment. Dhe pastaj Blushi le të vazhdoj. Jo, të lutem, unë po raportoj korrektësisht. Faktin për cilin ju po debatoni. Se fakti që debatohet, ka vetëm nuk kam asgjë të vjetër me Jo, Blushin. lëre marrëdhënien personale. Për procesin e sotëm, për procesin raportova korrektësisht. Dhe avokati thot, të lutem, zoti Rakipi nëse më lejon. Të gjukatës... është dhe dokument mërë zotri, jam është dokumenti zyrtar, është dokumenti me firmë. Zoti ka raportuar këtu atë që ka raportuar avokati dhe institucioni i Spakut. Dhe këtu zoti Cakrani thot në ligjërat të drejtë, si rezultati kësaj veprimtarie dhe abuzimit të pushtetit, palët, pra zoti Meta dhe zonja Kryemadhi, kanë përfituar nga shteta si Ardian Shatku dhe Unify, të ardhurat të konsideruara duke përfshirë përqindjen e fitimit dhe pajisje nga zoti Shatku me disa herë me karta krediti. Megjithatë, thot avokati, ky pretendimi i prokurorisë është tendencios, i pavërtet dhe nuk ka asnjë provë apo indicje. Dhe zoti Meta nuk ka qenë në dijeni të përfitimeve të paligjshme nga ish-bashortja. Ku është e pavërteta këtu se Blushit i duket e pavërtet? Le të marrëzoj. Kaq. Këtë raportova. Blushit i intereson. Ja kanë shkruar të zezë mbi të bardhë, që dalë dhe thotë që jo, kjo nuk është e vërtet. Unë Blush po t'isha më nëtendo i thosha se bëm dhe gabime ore. Të lutem, mund t'a qoj këtë dokumentin, t'a shoj zoti Blushi, se base se ka letëzuar. I thosha ndes. Jo, base se ka letëzuar, ka letëzoj. Njeriu respektohet më shumë kur thot ndesore, kur bën një gabim. Si na iku Blushi kështu? Po iku pra se ju fik tani pajisja, se s'ka qa thot. Jo, nuk e ke. Rregullohet pajisja urgjent. Shpejt. Se rregullohet unë. Po të kaloj zoti Rakipi dhe dokumentin. dokumentin. Ore, mos është fikur ekrani. Jon. Nuk ndodh. Ha? Nuk ndodh kjo gjë tani, ndodh se ti ke parë të kaluar, nuk po ndodh rrallë. Pash një video kur sisha këtu. Po tani tani ti ke parë, po të shikosh video që ka filluar të fotë YouTube-i se ne i biem kod TikTok-ut. Të fotë YouTube-i, fotë video shumë çuditshme. Shumë ka vdekur filani thotë. Për njerëz që janë gjallë. Edhe si shpikin. Edhe kanë. Po ti si ke parë do t'i tregoj unë. Se o video për diabetin. Blushin edhe njërë më lidhni dot. Ç'a ndodhi xhanëm? Iko. Atëre e donim dhe 3-4 minuta, ha? Diçka ndodhi aty, u bësi një kresh, u zbe figura, gjithë sikur hodhi Trumpi bombë. Edhe kjo prova që citon Klodi dhe ka citon bëjnë debatin pa lidhje. Prap, në odhën prova është një provë për hetuar, për të akuzuar, për të marrë pater. Po lidhe pra jam online se Blush, fjalët e fundit. Dakord, në do mendimin tim se nuk më pyeti zoti Rakipi është i drejt apo jo arrestimi i Ilir Metës. Urdhro, thuaj tani ti dhe flet Blushin punë. Ylli Rakipi nuk më pyeti çfarë qëndrimi ke, nëse është ose jo i drejtë. Qëndrimi që ke, Klodi? 60% e të paraburgosërve në Shqipëri nuk duhet jenë në mas siguria arrest me burg. Dhe prokuroria shqiptare, si Spaku dhe jurisdiksioni i përgjithshëm, e te i kalon këtë gjë. Nëse do këtë pyetje edhe si juriste, dhe unë këtë qëndrim e kam bajtur dhe në takime zyrtare, dhe në dalje publike e tjera me radhë, nuk mu bo kjo pyetje. Mu pyet çfarë zhvillimesh kishte në seancë. Në do qëndrimin tim, po është e vërtet, prokuroria shqiptare abuzon. Me masat e sigurisë arrest në burg. A është ky rasti? Duhet shoh vendimin e zbardhur. Por kjo nuk do të thotë që raportimi korrekt të merret si një sulm nga ana e zotit Blushi se po i bëjmë zotit Meta. Unë jam gazetare, jam për të raportuar çfarë pretendojnë palët. Sa i përket masës së sigurisë arrest në burg, jam e qëndrimit që përveç se krimeve të rënda, që parashikoj një marsh mbi shtatin e pushtim. Tani, zoti Rakipi, unë do të shikoj vendimin, sepse realisht do të shikoj vendimin e zbardhur për të kuptuar edhe argumentat lidhje me këtë. E fundit Ja, vetëm kërkoj pak minuta të më dëgjoni me qetësi pa përshurmu si në studio. Të pari është fatkeqësi e madhe kur nuk dëgjon as atë çfarë flet vetë. Edhe këtë e kam për mikeshën time, më fal pra ta mbaloj. E kam për mikeshën time Klodian Lara që nuk mban mend çfarë ka thënë hyrë në emision. Po çfarë ti thënë? Unë nuk kisha dhe nuk kam asnjë debat me Klodin. Klodi është një mike shumë e mirë. Unë e kisha me burimet që e keq përdorin Klodin për të dhënë informacione të pavërteta. Është dokumenti juaj. Falë kërkoj.
Është dokumenti Në juaj. një farë mënyrë kërkoj falje, po jo tani ti tani mos do falje kështu që të vinë njerëz të Jo, Dokumenti nuk juaj, kërkoj po, falje se i thoj keq informojmë, pra kjo thot pavërteta, thot, prap. prap thea. Është dokumenti juaj, mo Blush, o Blush, mban firmën tuaj, more. Kjo është problemi. Po ty s'të bëka vapa dhe mirë pastaj, po e the prap Po më falë. tani. Jo, po tani unë nuk jam. Sigur ta lëm tani këtë bisedë se nuk shkon me. Jo, e lam.